patriotik, për ndryshe patriotizme me tallash mu ka po kjo pas si klishe, që ka thomë si shpesh ka vdek, së në patriotizm ndryshe pasi që jemi në liri, lirin që e kemi paku shumë shtrajt, dhe këtë liri cilën nuk po në gëzu mirë për arsye që kjo liri si produkt i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe shteteve bashkuara të Amerikës dhe shteteve të NATO-s cilët na ndihmuan në shlirimin e këtij veni mas atij represione shekullor famkeq sërb. Kjo nuk ishte performancë në qefit me një kallëzu të shumë drejt, po ishte performancë obligim moral edhe diçka na stam ka me dëshik si teenager i ri që s'ko mujtë me kontribu pak ma ndryshe. Edhe muna mund të bashkë bisedu se marë për në me një punë shumë qelës që s'ko mujtë me kapë. Kaloshin, se i ku pas 14 vjetë, 15 vjetë, e nuk e ku pas mundën me dalë në malqëve. Mirë po, sa disë një nacioni veçantë, me i papit dinës, gjitha ta general, gjitha ta mëdhec politik, gjitha ta përfaqës institucioneve tona, që sa dhe gëzojnë të opozita dhe gëzojnë të përgjithësi si produkti gjakë të humbull të shlirimtarëve tonë dhe intelektualëve tonë ndër vite që kanë kontribuar për pavarësinë e këtij. Po sot Lori Kolçan, cili është mesazhi yt për gjeneratat e reja, sepse ne këtu po diskutojmë raport me lirinë e kemi fitu, po çfarë po bëjmë ne sot për shtetin? Gjeneratave të reja sa po marrë në politikë, as nuk marrë me komente në Facebook, po me lexu libra edhe me shpjegu për historinë e popullit tonë. Sidomos për historinë e popullit tonë, historinë e vonjë popullit tonë, për të hapur në pak ashtu me kolla për popullit tonë, pas në boni par volumtimi sa i përket historisë popullit shqiptar. Mes që kjo liri pra po përsëritëm si produktit të në shlirimtarëve tonë mos të nohet për një gjykate cila ka deviju totalisht dhe nuk e ka kur far kohje të drejtë, për shembull, ke marrë parasysh si numri dëshmitarëve të paguar nga regjimi serb atje që tentojnë me përbosa me UÇK-s, kërkon më i madh se sa për këta 4 shlirimtarë apo më shumë shlirimtarë që janë atje, po flasëm për ta lider tonë që ka qenë numër më i madh se kundër Slobodan Miloševićit, për shembull, që është marrë, edhe është diçka që duhet mu trajtu pak më ndryshe, jo vetëm më long. Kështu kjo protestë sotit ishte protestë e cila kallëzoi që populli shqiptar është unifikuar. Flamuri kusheze edhe shqipja dytrenore është ajo që na bashkon gjithmonë. Për ndryshe